Sektori bankar në Shqipëri vazhdon të shënojë rritje të qëndrueshme, me punësimin që arriti nivelin më të lartë historik në vitin 2025. Të dhënat e shoqatës shqiptare të bankave tregojnë se në fund të vitit, numri të punësuarve në bankat tregtare ishte rreth 10% më shumë se një vit më parë. Ky është viti i 6 radhazi i cili konfirmon një trend të qëndrueshëm zgjerimi në sektor. Një faktor kryesor që ndikoi në këtë rritje ishte bashkimi i institucionit financiar jo bankar NOA me Bankën Amerikane të Investimeve. Megjithatë, edhe përtej këtij efekti kalimtar, sektori ka përjetuar një zgjerim të vazhdueshëm në vitet e fundit, fal një cikli të ri rritje që pasqyrohet në zgjerimin e kreditimit, rritjen e aktiviteteve dhe performancën financiare më të mirë të bankave. Mbas pandemisë, bankat shqiptare kanë përshpejtuar rritjen e tyre. Aktiviteti financiar është zgjeruar, konkurenca mes bankave shtuar dhe kjo ka krijuar nevojë për më shumë punonjës. Edhe pse digitalizimi ka reduktuar kërkesën për punonjës në degët fizike, kjo është kompensuar nga shtimi i stafit në shërbime që lidhen me teknologjinë, si dhe nga pozicionet administrative. Sektori bankar po hyn në një fazë të re të zgjerimit strukturor. Përveç rritjes së degëve dhe stafit, pritet të shtohen aktorë të rinj në treg. Gjatë vitit 2025, dy banka të tjera morën miratimin paraprak nga Banka e Shqipërisë për të nisur aktivitetin e tyre. Dega e Bankës Ziraat dhe Banka Xhet. Ky zgjerim pritet të sjellë rritje të mëtejshme të punësimit në vitet që vijnë. Si përfundim, sektori bankar po tregon se është një nga fushat më dinamike të ekonomisë shqiptare, me pagat më të larta, numër të shtuar të punonjësve dhe një zgjerim të vazhdueshëm të degëve. Kjo e bën atë një nga sektorët më të rreqës për të rinjt dhe profesionistët që kërkojnë karrierë në financë.